Kur u hap dera, kjo u fshe në garderop. Ndërkohë që im shoq kthehet mbrapa, shfutet ke dhoma e gocës, nuk e gjen më. Ishte zhdukur. Vajzën nga krau tjetër i kishin thënë, hajde me ne se babi do na ndjek mbrapa. Ktu po ndodhin gjëra të tmerrshme. Nuk ka dritë aty. Ishin vetëm portat e ferrit. Asnjë gjë tjetër. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Itali, do të jemi në Milano. Do të hap dytaren për një nënë e cila quhet Tina. Ka vite që jeton në shtetin italian, por ditën e sotme ajo do rrëfej një eksperiencë shumë të hidhur që ka pasur në familjen e saj dhe konkretisht me të bijën 13 vjeçare. E në fakt është një fjalë e urtë e popullit tonë shqiptar që atë që ta bën fëmia nuk ta bën as Perëndia. Por çfarë ndodhi kësaj nëne me vajzën adoleshente në Itali? E hap dritaren, e ftoi Tinën për ta dëgjuar rrëfimin e saj. E dashur Tina, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta, faleminderit që bëre prapë pjesë të emisionit tënd. Realisht mua numrin tuaj më dha një mikesha juaj, mikesha jone për bashkët, e cila edhe ajo ka qenë në live me Odetën dhe keni të njëjtën histori aty në Itali dhe sinqerisht më ka ardhur shumë keq. Ndaj sot vendosa të jem me ju dhe të flas për një temë shumë të rëndë kur një nën ndahet nga fëmia. Është argumenti më i vështirë që mund të trajtoj një prind, Odeta. Është argumenti vërtet më i vështirë dhe më dritërues, më thuash. Ishte koha, e themi në 2023, ku bashkë kemi folur në lidhje me gocën time kur më morën atëherë për një diskusion që para unë atë në lidhje me internetin. Lavdi Zotit them mbas një lufte të madhe betejësh nëpërmjet çështjeve gjyqësore fal edhe mundësive të mia, edhe formimit tim, edhe luftës që bën avokatët, dhe fal edhe anës ekonomike, se po s'pat anën ekonomike këtu je i humbur, po sa i paguash avokatët, është shumë e vështirë të me të fitosh të lloj betejë, betejë me institucionet. Këta bëjnë abuzime me ligjin. Mënyra e interpretimit të ligjit nga këta individ që përfaqësojnë institucionet është e gabuar. Kush ka njohuri dhe kush ka formimin e duhur dhe e njeh ligjin, sepse normalisht kur edhe partesh po studioja dhe juridikun, jam vit 3 aktualisht domethënë juridiku dhe nga halli fillon të studiosh, të mësosh, në që kur je përballë një personi, mos jesh ignorant dhe ti jesh i përgatitur për çfarë thua. E dashur Tina, dua ditën e sotme të më flasësh për ngjarjen dhe ta nisim nga A-ja për të shkuar tek Z-ja. Çfarë ka ndodhur me ty si nën në shtetin italian dhe me vajzën tënde? Historia ime, sikur se thash, nisi nga një diskutim që bëra pata me gocën, flasim në vitin 2020 në kohën e pandemisë, në lidhje me internetin. Thjesht mua nuk më pëlqente që me bit shkonte të qëndrosh shumë gjatë me celular në dorë orë deri në orë të vona të natës. Duke patur moshë, domethënë, preadoleshenciale, ishte 13 vjeçë. Dhe nuk desha që ajo të vazhdonte tepër. Orë të egzageruar, domethënë, me celularin në dorë. Si çdo prind, normalisht ta kontrollosh, no? Çfarë po bën, me pse kalon kohë. I vendosëm limite, domethënë, të internetit në atë kohë. Në një moment kur unë i shkupusi internetin, kjo më flet me fjalë pista, unë jap një shpull, shkove lajmëron telefon azzurro. Lajmëron telefon azzurro, normalisht vin policës sepse do të verifikonin ato çka kishte lajmëruar i me pikë për telefon. Për të bërë të gjitha domethënë acertamentot që ata kërkonin, ne kemi qenë shumë disponibil me të gjitha institucionet. Normalisht edhe u acaruam shumë sepse u krijuar një situatë që neve nuk mendonim se mund të gjendeshim ndonjëherë. Megjithatë përsëri kemi lënë të gjithë personazhet që u futën, le të themi, në këtë histori të bënin verifikimet e tyre. Pasi mbaruan gjithë verifikimet dhe gjithë verifikimet ishin pozitive për ne si familje, domethënë nuk ishim as familje dhunshëm, as alkoolist, as drogmen, as domethënë jo negativ.
Ata e vazhduan makinën, historinë e makinës. Makina vazhdoi sepse zonë tha unis makina tha polici. Po si unis makina zotëri dhe s'ka asnjë kush ta frenoi këtë makinë. E për fat keq unis. Dakor, ti tash në rregull. Atë unis lokomotiva ime tash nuk e di këpar përpara pas sepse normalisht ti përderisa po më thua unis makina, duke qenë se ne nuk jemi në shkelje me ligjin. Atëherë në këtë rast i thash unë edhe unë do të në fund fare të dy të lancoj. Dhe atë bëra në fund fare, sepse në bas gjithë kalvari që kalovi, komplet familja ime dhe goca, sepse gocën e morën e rëndryën me forcën e policisë. Edhe ndërkohë do me thënë që u bën gjithë verifikimet që ata kërkuan. Gocën e shtruan në spital, se mos kishte ndonjë dhunë, ndonjë gjë, do me thënë pavarësisht se goca që ditën e parë në spital tha, po unë ta gabova, tha unë gënjeva për mamin, sepse normalisht një shpull kishte marrë, se kishte marrë ndonjë gjë. Po them do me thënë një sintezi të historisë, nuk për së po e zjas shumë do me thënë, edhe se për telefono e kisha thënë shumë fjalë të tjera, jo kisha thyer shishe në kokë, jo më kërcënovi me thikë, ke parasysh me gjëra të tjera, pastaj ajo tha që unë kam gënjur. E dashutina, le themi që vajza në atë kohë në moshën e adoleshencës ishte një vajzë rebele që e bëri këtë denoncim, duke thënë 1000 të zeza për prindit e saj, por u troq më pas duke thënë që gënjeva. Po, ajo u trëmb faktikisht, dhe sa vajtë do me thënë, pa policin u trëmb, dhe gjë pa që ka thënë kur e shpun spital, tha që unë gënjeva për mami, sepse dëgjoj që ta shpinë në komitet. Në qovë sa e nuk shtrohesh në spital. Neve nuk kundërshtuam shtrimin në spital, sepse normalisht thamë përse duam bërë verifikime, s'kemi pse të jemi kundër. Verifikimeve të rastit që këta përbënin. Kështu që shtruam në spital për 3 ditë, asistovim shoq, në spital pavarësisht se miku në urgjencë donte që neve na latë mirë, na dha fletën e daljes, edhe e shtruam në repartin e pediatrisë. Në repartin e pediatrisë ditën e tretë, vim policë në Borghese, e thrasin tim shoq më njanë, edhe i thonë që në emrin e gjykatësit, po më mbrat pa ne zbuluan që nuk ishte asnjë gjykatës, kishte edhe në urdhër, fëmia shpihet në komitet proteta të mbrojtur. Vajzën nga krau tjetër i kishin thënë, hajde me ne se babi do na ndjek mbrapa. Që nuk e dinë se kush ishin. Ndërkohë që im shoq kthehet mbrapa, shfutet ke dhoma tek dhoma e gocës, nuk e gjen më. Unë do të punoj. Kështu ja kanë marrë vajzën? Ishte zhdukur. Ndërkohë unë punoja të di se bëshe fjalë në të njëjtin spital ku punoja, të gjithë kjo histori për fat keq ndodhi ke spitali ku unë punoj. Im shoq më thotë gjitu lart sepse kanë ardhur policët, më thonë që policia në Borghese. Ndërkohë që unë gjitem lart, vajza zbret me ashesorin tjetër poshtë me policët. Të lasë imagjinare skenën domethënë. Unë gjitem lart, goca ka zbritur me ashesorin tjetër, kur shkoi aty thot buri e morën, kush e mori? Nuk e di thot sepse se gjeta në dhomë. Ndërkohë që flas me doktorin, sepse normalisht unë vajzën të besoj ty si institucion dhe di që jetë brenda një ambienti të mbrojtur. Kur i shoq e kishin thirrur policët, kjo ishte në prezencën e doktoreshës dhe të kryenfermierës së repartit bashkë me shërbimin social, që po flisim. Dhe i shoq nuk e mendoi se do ta merrin. Ndërkohë thash, pastaj i kishim marrë shehurazi. Më fal se dua dhe të pyes dhe të dëgjoj të më japësh përgjigje. Tani më duket absurde. Vërtet shërbimi social është në mbrojtje të fëmijëve, por pa një vendim gjykate, si mund të merret një fëmijë pa ju hequr të drejta nënës, kujdestaria ta marrë shërbimin social pa një vendim gjykate, kjo është ngresh duar të lartë. Jo, këtu po ndodhin gjëra të tmerrshme, po gjëra të tmerrshme që vetëm kur i heq në kuris, thua u zog pas ka pas të drejta ajo. Nuk e beson derisa e kalon në lëkurën tënde. Kur e kalon në lëkurën tënde, thua u zog pas ka pas të drejtë. Imagjino, shërbimi social duhet ndihmojë në sociale, themi ne, një familje që ka probleme, ose ku ka probleme me adoleshencën, ku ka probleme varfëria, ku ka probleme ekonomike, dizagjo, le themi në përgjithësi. Po nuk është kështu. Në shumicën e rasteve le të themi përfundojnë keq. Në fakt janë shumë nëna, është një numër goxha i madh i nënave shqiptare që i kanë humbur fëmijët aty në Itali nga shërbimi social edhe për motive skandaloze.
Përse i kanë humbur Odeta? Mungesa e informacionit, mungesa e formimit, sepse duhet dishe edhe si ti përballesh këto institucione. Unë falenderoj Zotin një herë, sepse duke punuar në spitale, e di shumë se si reagojnë. E di shumë sepse kam parë edhe raste të tjera ku kanë marrë fëmijët. Po le të themi që 1% atyre që unë kam asistuar kam pasur dhe të drejtë. Po shumica e rasteve janë raste që janë punë të kundërlishme. E dashutina, ato 3 ditë që vajza qëndroi në spital, në pediatri, për ironi të fatit, aty punoi edhe ti në atë të njëjtin spital. Si ishte sjellja e vajzës? Do të thënë donte të kthehej në shtëpi apo ajo që ditën e parë që u gjendëm në urgjencë, domethënë që ta do të bënin verifikime, se kjo kujtoi, hajt, po lajmëroi policinë, mamaja do të trembe, do të jap celulare. Kaq, mbaron historia. Kur e shku në urgjencë, më që panë verifikime dhe kur dëgjoj me veshët e vetë, kur i tha polici që në qoftë se s'pranoni të shtrohet në pediatri, kjo do shkojë në komunitet, aty trëmë. Aty tha po unë gënjeva për mami, po atëherë nuk do shumë më të kuptosh një fëmijë po gënjen, se kur një fëmijë thotë mami më thepi shishe në kokë. Po mirë kjo që është 13 vjeç, po ti ku i ke neuronet, të punojnë, s'punojnë, si navi do në çaj. Normalisht kur ti vetëm ta godasësh me dorë, s'kuqet koka se është 13 vjeç. Figuraj të është shishe në kokë, kjo po gënjen. Ajo e tha që gënjevi, sepse tha që në urgjencë që është shkojtur te kartela klinike. E qartë e vajzës. Që vajza ndron opcion, do me thënë, version. So që mami ma futi me shpull, do me thënë. Çfarë ndodhi më pas? Vajzën e morën nga spitali dhe ti me njerë e të merruar nisesh në polici? Jo, normale, morën vajzën nga spitali, gjej parë që bëra vajza direkt në komisariat aty, do me thënë, ata gjithësi nuk më dhanë shpjegime kush është e marrë gocën, si tash përderisa kanë ardhur policë në Burges, më thua që ke qenë ti që ke marrë, nuk kanë ardhur hajdutës, se nuk u prezantuat. Mu prezantuat vetëm një distriktiv, që më shoh që edhe se pas në moment u tua që për formë. Me një distriktiv, policia, me urdhër të gjykatës, pas një dokument, asnjë gjë, merret fëmia që pihet në komunitet proteta. Okej, por ku ka një dekret nga ana e gjykatës, ti zotëri të nderuar, do të na japësh ta firmosh, ta marrë një kopje unë, një kopje ti. Gjë që s'u bë, sepse më mbrapa zbuluam, do me thënë, pavarësisht se unë të gjë lajmërova, do me thënë edhe karabinierët, që shkose unë vajta në fillim të komisariat e policisë. Komisariat e policisë më tha vetëm kaq, ke një avokat, zojnë informe avokatin, avokati do zi problem. Po unë duhet di ke qenë ti apo s'ke qenë ti, ka i desha. Nuk më dhanë informacion, fare dhe të lë që të imagjinosh stresin, anktin që kishin ato momente unë dhe një shoq, duke kërkuar rrugëve të Milano State Sestos, do nëse ku shkoj me bi. Karabinierët e zojnë të zgjidheta me policien. Kështu që vetëm avokati ka ndërhyrë pasaj që ka marrë informacion se ku ishte pas 2 javë, jo direkt. 2 javë ti nuk e dije se ku e kishe vajzën? 2 javë ne kemi të në angst, të meruar, si më shoqe edhe unë, sepse ndryshe është kur thua morja i tuti, e po hajde. Po ta marrë shteti, e të mos t'jap një dokument, mos t'jap një indikacion, është që s'ku ta kishe marrë i tuti. Sepse t'na dha si dokument. Do me thënë, ne, me atë avokatit tonë, zbuluam që ta kishin aplikuar 403. Artikulli 403 është artikull Kodice Rosso, kodi kuqi, thonë, të urgjencë. Po aplikimi Kodice Rosso është në bazë të fakteve, në bazë të atyre çka ata kanë verifikuar, ku nuk kishte asnjë fakt që ky fëmijë duhej të larguar në urgjente nga shtëpia. Normalisht ka gabuar me të dyja këmbët, le themi. E qartë. Por ndalemi dhe ma tërgo pak histori. Në momentin që ju kapët një avokat aty, nisët me njëherë procedura dhe pas 2 javë avokati ju tërgoj se ku ndodhesh vajza. Arritët ata komit? Jo, absolutisht nuk e morën vesh për 2 muaj ku ishte fëmia. Për 2 muaj nuk e morën vesh, do me thënë nga anë të avokatin në thas, po, e ka marrë policia, nuk kanë qenë hajdutët, është aplikuar 403. Për momentin nuk të na tregojnë se ku është, në çfarë vendosje është, do ta marrin vesh në një procedurë të dytë, po të paktën qetësoni. Mua goca më shkruan fshehurazi nga komuniteti ku e kishin shpënë. Mami jam në komunitet, por nuk di ku jam, sepse se dinte adresën, se ishte afër shtëpisë, ishte në larg, do me thënë në Milano.
shumë larg shtëpisë, domethënë që deri të mos arrin ta dini se ku ishte. Shumë shpesh ta fëmijë që merren dërgohen edhe jashtë qytetit, kilometra larg. Që prindërit ne patëm fatin që goca ishte tu, ishte Milano. Po që normalisht Milano është e madhe. E qartë. Në momentin që vajza pas 2 muajve të shkruajti, arritet të lidheshet, të paktën t'i dëgjoje zërin dhe... Jo, në shkruajti vetëm kaq, mama jam në komunitet, nuk e di ku jam, po iki se po më kapën mbas e më bën në dënim, që po të shkruaj. Do më kaq, më shkruajti vetëm kaq, 2 fjalë. Dhe çfarë ndodhi më pas? Ne u qetësuam një çik, le të themi që më shkruajti që jam mirë, që jam në komunitet. Kjo na lirovi një qika të peshën, sepse nuk ishim as në qiell as në tokë dhe nuk e dim se ku ishte. E qartë, e kuptoj. Dhe më pas çfarë ndodhi? Më pas morëm dekretin që duhet paraqiteshim në tribunalin diminor, gjykatën e fëmijëve. Ku ne treguam variantin ton, gjykatësia aty tha kemi të bëjmë me një kapriço të një fëmije, po që nuk e mbyllën aty, u zjat historia. Vajza në komunitet ka bujtur jashtëmase, sa që arriti, le themi, bënte autolizionizme, që gati për prerjen e venave, gjë që neve na i mbajtën në fshet, pavarësisht se unë zbulova më mbrapa. Mbas 2 muajshve kemi parë domethënë gocën për një takim 1 ore në javë. Gjithmonë e mbikëqyrur domethënë nga të tjerët. Kaloi ti mundje, le të themi, në komunitet. Mbas një viti, po them një sintezi domethënë të vogël të historisë, sepse ka shumë domethënë pavarësisht se kaloi kishte trajtime edhe nga ana e edukatorëve të komunitetit. Po do ndalim pak tek ai takimi i parë, pas 2 muajve ku arritet të takoje vajzën. Si ishte reagimi i saj? Kërkonte të rikthehej në shtëpi? Ai do të kthehesh në shtëpi, prandaj kishte prerë dhe duart. Qëllimi ishte për kthimin në shtëpi. Ditën e parë ku më morën më hodhën në një dhomë aty, sa kjo kishte pa lartësi nga balkoni për të varur me çarçafin poshtë për t'ia mbathur. Po që nuk arriti sepse ishte kati 2 dhe ishte shumë lart, sepse kati 2 që ishte kati 3 te nave. E qartë. Edhe çarçafi më tha nuk arrinte poshtë thoshte që të zbrisja poshtë, pavarësisht se aty ishte rrethuar me kangjella, le të themi një burg i vogël. Nisi kjo lufta me drejtsinë italiane dhe vajza arrinte në komunitet, ti vije e takoje, por gjykata kur e tha haptazi që është një kapriço i një fëmije, shërbimi social, le të themi, nuk ishte dakord me vendimin e gjykatës dhe ata vetëm apelonin që vajza nuk duhet të kthehej në atë familje? Shërbimi social, të thash, për ne u aplikuar 403 pa u verifikuar asnjë. Domethënë, një kolokvie me prindën nuk e bën asnjë. Na dhanë në fillim fare një numër telefoni që nuk ishte reperibil. Unë vajta vetë duke gjetur adresin e shërbimit social për të folur vetë në ata direkt. I ka kërkuar unë ata, jo ata mua. Edhe 403 është një artikull multiofensiv për familjen tonë, sepse ka shumë pika. Unë thot, një mund t'jetë e pa punë. Ne që kam 30 vjetë që punoj në shëndetësi. Mund t'jetë edhe në dizazh ekonomiko që shkyrë zotin se kemi. Ka shumë gjëra domethënë që të thash në përgjithësi për mua është shumë ofensiv. Nuk ishte asnjë pikë nga to. Asnjë pikë domethënë artikullit 403 dhe gjykatësia e gjej parë që na pa. Kujtare zonë nga kemi vendosur artikullin 403, zonë ja mos po fol për 403 sepse ti nuk je 403. Po çfarë jemi dhe pas së formave gjon. Se na keni thirrur këtu, po na tha për 403, po 403 nuk jemi. Çfarë jemi? U hap, domethënë çështja penale për shpullën. Eko, domethënë u arkivua. U arkivua direkt sepse qysh do të na doli një gjykatës, ishte për mendimin tim me pak të kokë, e kuptovi situatën direkt, domethënë. Vajza i tha, se kur e pyeti gjykatën, po ti pse ke marrë telefon atyre? E mora tha, po per sfogarmi contro la mamma, do më për të shfryrë kundër mamas. Okej, dhe ajo i tha, zotri gjykatës, pavarësisht e 13 vjeçë, tha, unë nuk jam, tha, një objekt, tha, kam të drejtën time që do di se ku më shpijen, tha, ku më shpun. Gjësi, arkivoj direkt në çështje, pavarësisht çështja penale u arkivua dhe për ligj, në momentin ku bëhet arkivimi i çështje penale, fëmia sillet automatikisht në shtëpi. Nuk e sollëm, e
e mbajtën dhe 6 muaj të tjerë, le të themi. Në qoftë se çështja u arkivua 22 janar, goca ka dalë në 9 qershor. Por të 2020. E qartë, e kuptoj, një luftë e fortë me shërbimin social aty në Itali, por në momenti kur vajte dhe i takove vetë punojësit e shërbimit social, shërbimi social gjej parë që tha zonte ishte goca juaj që lajmëroi dhe tha telefonatorë. Këtoj me zonjë, thash, po zonja vajza ime ka 13 vjeç, thash, ju sa vjeç jeni, thash. Një fëmijë këtu spas ka të drejtë gënjej, thash. Gënjevje, pranoj që gënjevje, pa që çdo gjë është pozitive për familje, nuk e kuptoj pse fëmia ime do të rri aty, thash, por më tepër që kishin futur në një dhomë me një gocë që kishte vrarë xhaxhain. Do me thënë, imagjinoje një gocë që hyn për një shpull, tjetra hyn sepse ka vrarë xhaxhain të rinë të dyja në një dhomë. U rria dhe e stresuar dhe për këtë gjë. Kupton sepse ndoshta mund të kishte edhe konflikt midis dy vajzave. Po shqyr zotit, pakën kjo imja nuk ka patur probleme, do të thënë me gocën që ishte në të një dhomë, kishte probleme me vajzat e tjera që ishin në dhomat e tjera, sepse futeshin në dhomë saj dhe i vidhin gjërat. Probleme të tilla. Sa muaj qëndroi vajza total në komunitet? Në komunitet ka në 1 vit e 13 ditë. 1 vit e 13 ditë, që do thotë doli 14 vjeçe nga komuniteti. Po, 14 vjeç saj ka qenë 3 vjet në affidamento. Ka qenë 3 vjet në affidamento, pavarësisht gjykatja na ka kërkuar falje, se kërkoi 3 herë falje zonja. Dhe në fund fare për mos dalë, do me thënë, pavarësisht se ka shkruar në asnjë vend që ka kërkuar falje, në fund fare kishte shkruar miglioramento della situazione, me përmirësimi situatës. Po çfarë përmirësimi u sigurua nga ajo që çka kemi patur përpara? Nuk kemi patur probleme që të shpërmirësuar. Se mund ta quaj që përmirësimi situatës, kur ka patur një problem. Ne kishim problem telefoni. Nuk është problem. Të probleme kanë gjithë familjet. E qartë. Në të gjithë botën. Kjo nuk është problem. Kjo është shumë e vërtet. E dashur Tina, unë dua të pyes, momenti që vajza erdhi në shtëpi, le të themi marrëdhënia jote me të si ishte? Marrëdhënia ime me Timi ka qenë gjithmonë sikur se ka qenë në fillim, domethënë normale kishte zënë frika për çdo gjë. Unë përpiqej domethënë ta qetësoja, ka punuar shumë nga ana psikologjike, shumë jashtëmase atë për më, por që unë punoj dhe në psikiatri. Kështu që ka qenë më lehtë për mua për të trajtuar çështjen. Më ka ndihmuar shumë, domethënë dhe vetë ambienti ku punoj, plus edhe këshilla që nga një tanto, domethënë merja me psikologët e repartit dhe edhe me shërbimin me doktorët e mi. E friksuar, sepse në momentin kur vinte zilja, mendoj se do ishte nga policisë, ose në momentin kur erdhi nga policia bashkiake për sjell dekretin, kur u hap dera, kjo u fsheh në garderop. Dhe mbas kësaj, e vogë e dyta, gocë e dytë e parë si u fsheh para, automatikisht u fut poshtë krevatit. Domethënë të merri që i lan fëmijëve, unë këto nuk ka kam falur asnjëherë, as ka për t'ia falur, sepse normalisht po vazhdojmë gjyqet akoma. Sepse tani le themi që pavarësisht se fituam çështjen, kemi kaluar në fazën e denoncimit të këtyre institucioneve, të këtyre personazheve. Kështu që unë do ta shpjegoj në fund luftën time. Isha e bindur që do ta fitova, tani është faza e dytë. Tani takon mua. Dhe do të pyes dhe për këtë fazën e dytë që ke të drejtat e gjithë botës si një nën për të denoncuar këto institucione të cilat të kanë shkatëruar familjen tënde, vajzën tënde, e cila sot është 18 vjeç vajza, i bie ti 18. 18 i bën nëntor, po, 25 nëntor. Edhe 100 vjeç. Këto 4 vite, le të themi, nga 14 që erdhi nga komuniteti dhe deri më sot që ka mbushur 18 vjeç, padyshim që ka ndryshuar, është rritur, ajo frika i ka ikur, beso. Kur normale, sa që ndonjëherë u jep këshilla themi edhe shoqeve të veta, kujdes këtu sepse mund ndodh kjo, për shembull e ke parasysh sepse të thash që shumica e njerëzve janë errësirë. Nuk i din që mund të ndodhin sidomos nga anë institucione mund të hapen portat e ferrit, le të themi, pak a shumë, ose unë e quaj vetëm kështu. Nuk ka dritë aty. Për ne dhe për familjet tjera që kaluan në histori të tilla ishin vetëm portat e ferrit, asnjë gjë tjetër. Që ti do dalësh vetë, duhet ta kërkosh vetë dritën. Unë që zotin nuk nga munguar asnjëherë besimi, domethënë në fitimin e kësaj lufte, sepse thash, ligji është njësoj për gjithë, pavarësisht se shumica besojnë.
unë kam patur edhe forcën e besimit. Forcën e besimit s'më ka munguar asnjëherë, kam patur besim tek Zoti, kam patur besim te forcat e mia dhe ja dola. Dhe më vjen mirë, sinqerisht. Thash, domethënë, nuk kemi patur probleme ekonomike sepse dhe ajo të pengon jashtë mase, sepse nuk arrin të paguash avokatët. Kush nuk arrin të paguajë avokatët, gjenden në vështirësi shumë të mëdha, sepse u mbet fëmijët. E vërtet. U mbet fëmijët. Po mund të them edhe këto Odeta. Po. Kam kërkuar ndihmë sepse unë nuk lash asnjë shkallë pa ngjitur dhe pa dy e pa trokitur. Ndihmë absolutisht nga asnjë shtet, si nga shteti italian, si nga shteti shqiptar. Historinë time e dinte shumë mirë konsullata, e dinte shumë mirë ambasada. Dhe historinë si puna ime, janë dhe historitë e tjera që kanë shkuar, kanë tërkusur në të dyer, dhe janë gjitur gjithmonë të mbyllura, ose veshët e shurdur të aposin, dhe syt i mbyllin. Nuk ndihmojnë. Këtë e di dhe zonja ish ministre e punëve të jashtme, zonja Çaçka. Pavarësisht se nuk ka reaguar. Dhe e di shumë mirë që do të zoshme edhe për ministren e re, domethënë Spiropalin që është tani. Nuk e di nëse sa do ndihmoj historitë e mamave, sepse unë vërtet e zgjidha historinë time. Po unë po ndihmoj dhe mamat e tjerë, sepse tani jam futur në një movimento politiko, në një moviment politik. Bravo. Që është hapur vetëm për ndihmuar këto raste. Nëna të cilat i kanë humbur fëmijët dhe shërbimi social u ka marrë në rrethana nga më të ndryshme. Atëherë, rasti i fundit që po trajtoj tani, domethënë, është rasti i një shqiptare tjetër. Në 2023 ishin ndahet nga një burr që kishte probleme me alkoolin. Në 2024 kjo shkon dhe fillimi i 2024 shkon kërkon ndihmë në shërbimin social për një ndihmë ekonomike, sepse ishte edhe pa punë. Filloi punë si infermiere, pavarësisht se shërbimi social nuk e ka ndihmuar absolutisht. I ka paguar maksimo vetëm një bolet shkolle të mensës. Në 2024, kur fillon punë si infermiere, në 15 gusht të 2025-s i vjen dekreti i Tribunalit të Minorit. Gjykatës së Minorit. Që i thotë që nëse ti nuk vazhdon me shërbim social, takimet e këto, fëmijët merren automatikisht në bazë të artikullit famos 403, është famos sepse është bërë artikulli i tmerrit, le të themi. Pavarësisht se ky artikull ka ndryshuar, le të themi, në përmbajtjen e tij në vitin që shkoi nga ana e parlamentit, po që vazhdon të aplikohet përsëri. Në mënyrë abuzive, se kjo është mënyrë abuzive. Normalisht, relacioni i dytë i shërbimit social ka qenë pozitiv. Dhe rasti ndiqet nga avokatja ime, që është shqiptare nga Fieri. Bravo. Në qoftë do duash të ftosh në një ditë në transmision, ajo është e gatshme se i thash, në qoftë se Odeta do jetë domethënë faleminderit patjetër, sepse kjo është një nga temat realisht të dhimbshme dhe janë shumë nëna që më kanë telefonuar, nëna që jetojnë në shtetin italian dhe kanë humbur fëmijët e tyre, ose janë në proces gjyqësor ku po humbasin kujdestarinë dhe kërkojnë ndihmë, duke ditur që nga ambasada jonë aty nuk janë ndihmuar dhe askush nuk ka hapur derën për këto nëna. E dashur Tina, dua të pyes pak. Në momentin që vajza u kthye në shtëpi, le të themi ti e fitove betejën me drejtsinë italiane, me shërbimin social aty në Itali, ti sot vendose që ti hedhësh në gjyq, ti denoncosh për gjithë dëmin që shkaktuan familjes tënde, një familje shqiptare emigrantesh prej vitesh në Itali, ku punonit me ndershmëri për të vazhduar jetën. Mund të më tregosh në çfarë situate je dhe si është ndjer, le të themi, shërbimi social për këtë denoncim që ka marrë nga familja juaj, si ju njeh absolutisht, dosjet tuaja i kanë aty. Patjetër, atëherë më them që në fillim ata u ndjen friksuar. Sepse pan, domethënë, dhe karakterin tim dhe tim shoqi që ishin të palunkundur për sa i përket kësaj gjë, sepse ka patur që në fillim domethënë vendosmëri midis meje dhe tim shoqi në të njëjtën, kemi qenë të dy njësoj të një mendimi. Gjë që u krijua si mur, le të themi, për shërbimin social, sepse kur burri mendon ndryshe, gruaja mendon ndryshe, aty ka futet mes edhe fillojnë dhe përçarjen e familjes. E qartë. Unë lavditoj me tim shoqi, domethënë kemi qenë që të dy të një mendimi.
Edhe në momentin e parë që këna kishin akuzuar që ne kishim një dhomë pa na parë se kush ishim, unë i ftova në shtëpi, urdhëroni i thash në shtëpi. Erdhëm në shtëpi dhe sa pan do me thënë shtëpinë nga jashtë, jam 5 dhoma, shtëpia është e madhe. Ka ngelur, do me thënë që në fillim fare në koridor ngelën kështu, do me thënë nga që kishim frikë të hynin, futuni tash. Se më akuzuan për se unë kisha një 403 thotë që unë kam një dhomë. Artikuli do me 403. Unë futëm pan, do me thënë që kisha 5 dhoma, ngellë që të thoshim. Të papunë ne kemi 30 vjetë që punojmë në shërbim, si unë edhe tim shoq, kështu që do me të gjitha pikat e 403 i pa që ishin zero, nuk përpunëshe as edhe një. Kështu që kena pas konflikt edhe në lidhje me vaksinimin, sepse në kohën e Covid ata do në detyronin gocën edhe neve si familje që të bëni vaksinën. I thash zonjë, i thash unë mund t'jem kavja e shtetit, po jo fëmija im. Kaq, unë e me detyruar të bëj vaksinimin, i thash sepse do na pushojnë nga puna. Unë me atë rogë më bëj shtëpinë. Kështu që unë jam e detyruar që të bëj vaksinën, po jo fëmija im. Dhe këtu unë mbyll dome, nuk arritën dot që të vendosin, pavarësisht se ne kishim limitim të responsabilitet gjinitoriale, se ne vendosën limitacione. Nuk e kishim përgjegjësinë e plotë, le të themi. Pavarësisht se të gjitha vizitat donën pozitive. Arritën e mbyllën, domethënë, doli le të themi që edhe një doktoresh e neuropsikiatrisë infantile që punon tek unë. Ajo shkruante relacione, domethënë, me përmbajtje pak false. Po nuk e ditën që isha unë jam e kësaj fëmije, sepse nuk kam shkuar asnjë që ti trokas dhe më shkoti, po shkuan kështu, po jam unë. Sepse unë gjithmonë kam pasur besim ke ligji. Thash, nuk ka pse unë të shkoj të ndërhy, ti thua shiko, shkruaj kështu, ti aman të lutem se. Vajza ime dhe unë jam nëna, e qartë. Unë jam nëna, nuk e kam pasur asnjëherë të domethënë. Thash, unë besoj ke ligji dhe di shumë që dalë e drejta ime. Në fund fare thash, jo, të radhë të takoj. Ishte takimi I fundit me gocën. E kur vajta jo më tha, po ti qa bëm këtu? Jam unë I thash, mama e kësaj, thash. E më ngellja e bëjtu qëfarë, dhe më pojë, thash jam unë mama e thash. Të më besosh se s'kam fjetur të natën, ti s'ke fjetur një natë, dhe shumë kam 3 vjetë që s'flej, thash. Kam probleme tani me gjumi, kështu që I tha pasaj të më falësh, thash, s'kam çfarë ka besim të drejtësia, I thash zonjë, thash, qëse ke gabuar, dhe do përgjigjesh për drejtësisë. Do ta mbyllim, tha, po ti mbaj edhe hapur, po dishe çështja gjaj publike, sepse edhe këtu në Itali u dha në televizion italian, falenderoj madje Francesco Murën, drejtorin e Dilitje Misteri, sepse e ka bërë në publike edhe në televizion italian, edhe në gazet, edhe në revistë, edhe gazeta Panorama ka shkruar për historinë time, dhe falenderoj edhe ju, sepse edhe ju e bët publike pastaj në Shqipëri. Unë në Shqipëri e dhash më tepër isha më se I pritur se institucioni nuk do bënin asnjë gjë, po e kam dhënë më tepër për të sensibilizuar edhe popullsinë, për të hapur syt. Sepse shumë mund të ndodhen në një situatë të tillë. E qartë, është rëndësishme që zëri juaj të dëgjohet dhe e kuptoj qëllimin që ti ke pasur, Tina. E dashur Tina, momentalisht në çfarë faze je me gjykatën? Me gjykatën tani kemi nisur me thënë drejtë denoncimet. E keni nisur tani. Pra keni një betejë përpara? Kemi që në fillim të qershorit që nisi. Të këtij viti 2025. Por vajza me çfarë merret sot? Vajza është vitin e 5 të gjimnazit, vazhdon shkollë private me thënë drejtën, kështu që ne kemi hequr nga shteti pasi pam që ka patur ecuri dhe ishte mirë, plus që ishte pak e bulizuar për morën veç që ishte në komunitet, kështu që për të evituar gjithë problemin dhe nga fëmijëve, stresin që mund të kalonte, e kaluam shkollë private ku ndodhet mirë. Dhe mendon, të ardhmen e saj mendon që do të konkurrojë për vetë militare, domethënë, të vazhdoj akademinë ushtarake. Ka dëshirë të vazhdoj akademinë ushtarake. Dhe I urojmë shumë suksese vajzës tënde, që besoj e gjithë kjo histori që realisht dhe atë e bën të ndihet keq, e ka vuajtur. Ju akoma më shumë si prindër, por sot ajo është në moshë madhore, I ka mbushur të 18-at dhe besoj që nuk do ndaheni më kurrë.
si vetë lasën se thash, unë jam një nën që luftoj shumë për mbrojtjen e fëmijëve jashtë masës. Domethënë për mua kategoria më e dobët janë fëmijët edhe ancianët pleqt. Kategoria më e dobët që unë preferoj që t'i mbrojtëm dhe të thash tani nuk luftoj vetëm për të mitë tani kërkoj drejtësi nga ana e institucioneve. Dhe që e di shumë që do të arrijë, jam mëse bindur edhe për këtë. Dhe do dëshiroja, vërtet është një kohë gjatë, një luftë e gjatë me drejtësinë për t'ia arritur, por jam e sigurt që do arrijë ajo ditë dhe ne do jemi të dyja sërish bashkë këtu. Po tjetër. Ta uroj me zemër. Po të thash, dhe nuk është vetëm ajo, unë po luftoj tani edhe për të drejtën e shqiptarëve të tjerë. Bravo. Duke qenë se paka shumë kam besim tek Zoti dhe tek ato çka unë kam krijuar, informacionin që kam krijuar, ja u jap le të themi mamave të tjera. Ja u transmetoj mamave të tjera se si mund të mbrohen nga këto shërbime, si mund të dalin jashtë këtyre shërbimeve, edhe falje dhe avokates Elieta që vërtet ka bërë një luftë madhe, një punë të madhe, sepse është e vështirë të gjesh avokatët. E duhur. E vërtet. Shumë e vërtetë sepse do dalin kundër institucioneve dhe kur dalin kundër institucioneve, normalisht këto institucione përfaqësojnë shtetin e marrin domethënë si thonë le të që rrezikohen. Një rrezik për karrierën dhe karrierën e tyre, është e kuptueshme kjo, është qartë. E dashur Tina, unë dua që ta mbyllim bashkë të live me një mesazh, ju jeni një zë i fortë. Një mesazh të fortë për gjithë ato nëna të cilat mund të ndodhen në situatën që ti kalove në vitin 2020. Atëherë, mesazhi im është të mos u mbasin asnjëherë besimin në radhë të parë tek vetja, tek Zoti, edhe të drejtësia, Audita. Sepse shumë nga, jo vetëm nga nëna shqiptare, por këto histori nuk i kalojnë vetëm në shqiptare, kalojnë të çfarë lloj komusie këtu në Itali. Dhe nuk është problem vetëm në Itali, është në gjithë Europën kjo gjë. Është në gjithë Europën, dhe në Gjermani, edhe në Francë. Janë histori, domethënë që unë i dëgjoj edhe nga vete të tjera. Prandaj më them, mos humni asnjëherë forcën e besimit tek vetja juaj për të rimarrë fëmijët tuaj. Asnjëherë. Dhe sinqerisht të falenderoj që sot në këtë live modetën ndave këtë eksperiencë të hidhur që ke pasur në jetën tënde, por nuk u dorëzove asnjëherë dhe ja dole deri në fund, dhe të falenderoj për të gjitha mesazhet që përcolle sot dhe për ndihmën e madhe që jep për gjithë komunitetin shqiptar aty në Itali. Kështu që të përqafoj dhe të uroj më të mirat e kësaj jete, një nën e lumtur, një bashortë e lumtur. Faleminderit Odeta, shumë faleminderit dhe të falenderoj që u jep mundësinë, u jep zë le të themi këtyre rasteve. U jep zë që të dëgjohen. Unë shpresoj dhe uroj që institucionet shqiptare të punojnë vërtet me këto raste. Dhe të punojnë në mënyrë që të mos ndihen të braktisur nga shteti i tyre. Sikur se ka ndodhur dhe me rastet e Amerikës Latine. Amerika Latine arriti domethënë të përballonte këto situate direkt me qeverinë italiane. Dhe që nga ajo ditë nuk ka më rrëmbim të fëmijëve të Amerikës Latine në mënyrë pa drejtë. Kur është e drejtë, është e drejtë, por pa drejtë si në këto raste, domethënë rastet të thash ke raste të prindërve që janë hipovedent, edhe në këtë rast ja u marrin domethënë. Të mërshme. Fëmijët. E të mërshme dhe konkretisht si rasti juaj, si u mor vajza juaj. Si rasti im, ka shumë raste domethënë ku dalin në mënyrë 100% në mënyrë abuzive me ligjin. Urojmë që zëri të gjitha nënave të cilat bërtasin fort për fëmijët e tyre të dëgjohet dhe nga institucioni jon, i cili duhet të reagojë sa më shpejt. Mirë, Tina, të uroj gjithë të mira, të përqafoj dhe të përshëndes nga Tirana. Faleminderit, të përqafoj fort. Mirupafshim zemër. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live modetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite më keni live ora 10 me këto histori reale, histori shqiptare, histori njerëzore. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.